Shqipëria ka kohë, në ka dhe vite që rendi dhe siguria janë jashtë kontrollit. Ngjarjet kriminale në këtë vend tashmë janë bërë një rutinë dhe nuk përbën më lajm të qytetarët. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them që Shqipëria sot është si Sicilia e viteve 80 ku komandonte Totorina. Përveç të gjithë historisë të këtyre ngjarjeve kriminale, padyshim që kemi edhe raste dhe ngjarje tashmë që ndodhin edhe brenda burgjeve shqiptare. Dhe kështu që nuk ka më asnjë ndryshim nëse ti i arreston, i ndalon apo i vë përpara përgjegjësisë penale personat me precedente penale, apo ata janë në gjendje të lirë, sepse tashmë po vërtetohet që edhe kur janë në burgje, ata kanë po të njëjtën rëndësi, po të njëjtat aktivitete, dhe kështu që kjo është situata e rendit dhe sigurisë sot. Policia është krejt e pafuqishme, policia është në shumë raste në fakt, siç edhe ka dalë nga përgjimet apo edhe nga arrestimet e shumta, është në krah të krimit dhe jo në mbështetje të qytetarëve dhe të ligjit, dhe kështu që kjo është pasqyra e Shqipërisë sot. Shqipëria është e marrë peng nga krimi organizuar dhe tashmë të gjithë qytetarët shqiptar kanë humbur edhe pak atë besim që kishin tek policia e shtetit, dhe kështu që unë nuk e di, por kërkohet një angazhim dhe një seriozitet, padyshim edhe një këmbgulje nga drejtori i ri i policisë së shtetit, i cili pak po kaq e ka marrë detyrën e re, por shikoj që strukturat e policisë së shtetit në të gjithë qarqet e Shqipërisë janë në shërbim të krimit të organizuar, dhe kjo tashmë është evidente pas arrestimeve të fundit që kanë ndodhur në Sarajevo.